Po të themi të drejtën, të jemi shumë i sinqert, si me qeveri, si pas qeveri, për ne thuajse gati është e njëjta. Realisht, çka ka bo kjo qeveri për punëtorët? Nuk është duke zbatuar ligjin e punës, nuk është duke zbatuar ligjin mbi sigurinë në punë. Nuk kemi kontratë kolektive, nuk kemi gjykatë të punës, nuk kemi ngritje të pagave, nuk e kemi respektimin e të kësaj page që i ka këtu, faktikisht edhe në aspektin tjetër, ju e dini që nuk kemi qeveri dhe s'ko kuvend. Po edhe kur kemi pasur kuvend, neve na u larguan punëtorët pa të drejtë, jashtëligjshëm nga kuvendi, kështu që realisht për neve, si pat qeveri, si s'pat qeveri, është pothuajse gati e njëjta. Nuk i kemi pasur asnjëherë ndihmesën më të vogël dhe shumë pak çon pesh kjo. Kërkesa jonë e cila sigurisht që s'ka mu plotësue, dhash Zoti e që nga pas lufta deri më tani qeveritë që do të vinë mos të veprojnë ashtu siç kanë vepruar të kaluar. Këta njerëz janë, këta mund të ndrohet një parti shkon, tjetra vjen, por ne në fakt tani jemi në përfundim të vërtetësisë të gjitha partive që kanë qenë në pushtet dhe cilado qoftë që të vjen, ne veç i kemi provuar. Këto parti nga punëtorët e sektorit privat Kosovës kanë ditë vetëm si të vjelin të mira nga puna jonë, nga prodhimi jonë, sepse ne jemi një kategori e punëtorëve që prodhojmë dhe punëtorët e sektorit publik janë ata të cilët shpenzojnë, përderisa ata edhe sot janë me paga më mirë se sa na, ata i gëzojnë pothuajse ligjin e punës, ndoshta mund të themi 80 ose 90% zbatueshmërinë e tij dhe ne nuk e gëzojmë pothuajse gati fare. Mos harroni, pjesa dërmuese e punëtorëve të sektorit privat në Kosovës nuk e gëzon të drejtën e ligjit as 30%. Pushimet vjetore i kemi alamet keq, trusin e kemi alamet keq, pagat hinin për shembull nëpër këto marketet që janë 350 deri në 400 euro, punëtorët punojnë edhe të shtunave edhe dielleve dhe në fakt ne mund të lëvdohemi gjithçka në për tubimet ndryshme sikurse që ishte edhe tubimi sot. Po në fakt gjendja është shumë e keqe dhe pikërisht kjo i ka stimuluar njerëzit që ta lëshojnë Kosovën sepse një i ri që sot e merr një pagë qoftë edhe 600 euro, ai duhet ta ketë një shtëpi të vetën, ai duhet ta ketë një familje të vetën, ai duhet ta ketë një mirëqenie sociale të vetën, ai duhet ta çojë në shkollë një fëmijë të vetën. Këto asnjëra nuk bëhet. Me një pagë që i marrim ne sot, realisht po flas për pjesën dërmuese të punëtorëve, nuk mund të mbuloj as kërkesat e veta personale e lema të kryej familje. Kemi dy ndarje, aty ku ka prekje shteti dhe kuvendet komunale, domethënë që këta punëtorë paguhen nga buxheti, shembull punëtor teknik thonë që kryejnë shërbime për institucionet publike, këtu kemi gjendjen katastrofë. Përderisa punëtorët që punojnë direkt në menaxhim të kompanive që nuk varet nga institucionet shtetore, e kemi një gjendje po themi kështu paksa më solide dhe është më mirë se sa ka qenë dhe këta e ka bë mungesa e punëtorëve, jo në farforme zemërgjërsia e pronarëve të kompanive. Mungesa e punëtorëve e ka bë që tani edhe punëtorët jo profesionist të paguhen gati në nivel shumë të lartë sepse është mungesë dyne. Përndryshe, aty ku ka prekje qeveria e Kosovës dhe kuvendet komunale, kemi punëtorë që paguhen me 292 euro edhe pas asaj që me 1 tetor ka hyrë në fuqi ligji i pagës minimale që është 350, në Universitetin e Prishtinës punëtorët teknik dhe të sigurimit fizik paguhen me pagë 292 euro përkundër asaj që ne kemi njoftuar edhe krye inspektorët dhe gjitha institucionet tjera.